I ngacmoi të dashur në lokal, detaje nga ngjarja në Shijak, Dorian Fera mori kushëririn dhe plagosën 45 vjeçarin. Detajet të re kanë dalë në dritë lidhur me plagosjen e ndodhur mbrëmjen e kaluar në Shijak, ku mbeti plagosur shtetasi Denis Shumani. Sipas burimeve nga grupi hetimor, shkak i konfliktit dyshohet të ketë qenë një vajzë. Hetimet tregojnë se i plagosur i kishte ngacmuar një vajzë e cila ndodhej në një lidhje me shtetasin Dorian Fera. Në momentin e ngjarjes, Dorian Fera ndodhej në një lokal së bashku me vajzën, ndërsa kjo e fundit po merrte vazhdimisht mesazhe nga Denis Shumani, të cilat ajo i kishte fshirë për të shmangur përplasjen. Pas insistimit të Ferës për të mësuar identitetin e personit që po i shkruante, ai është vënë në dieni për situatën. Më pas, Dorian Fera së bashku me kushëririn e tij, Indrit Fera, drejtuar drejt banesës së Denis Shumanit, ku dyshohet se e kanë dhunuar fillimisht me grushta dhe shkelma. Sipas hetuesve, autorët e dyshuar i kanë vendosur armën e zjarrit fillimisht në kokë dhe më pas në brinj, duke e qelluar një herë dhe duke e lënë të plagosur rënd. I dëmtuari u transportua fillimisht në spitalin e Durrësit dhe më pas u dërgua me urgjencë në spitalin e traumës në Tiranë, ku ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Ndërkohë, 2 kushërinj Fera janë larguar nga vendngjarja dhe vijojnë të jenë në kërkim, ndërsa policia në bashkëpunim me prokurorinë po punon për lokalizimin dhe arrestimin e tyre, si dhe për dokumentimin e plot ligjor të kësaj ngjarje.